Muaji i shenjtë i Ramazanit për besimtarët musliman është një periudhë reflektimi shpirtëror dhe sakrifice. Megjithatë, krahas dimensionit fetar, agjerimi përfaqëson edhe një sfidë për organizmin, sidomos për personat me probleme shëndetësore. Mjeku familjar Benjamin Kamberi thekson se për personat e shëndetshëm, agjerimi i kontrolluar mund të ketë përfitime, por situata është më e ndjeshme tek pacientët me diabet, hipertension apo sëmundje kardiovaskulare. Në aspektin mjekësor, agjerimi ka efektet shumë pozitive, posaçërisht te personat të cilët gëzojnë shëndet të plotë, për arsye se janë të njohura ndoshta në ditët e sotme edhe ato intermediate fasting të cilët shumë prej qytetarëve i përdorin për të ringritur imunitetin e tyre mbi të gjithash dhe për të siguruar ndoshta një metabolizëm shumë më të mirë në përgjithësi. Andaj beneficionet janë shumë të mëdha te pacientët të cilët gëzojnë shëndet të plotë. Nuk duhet këto të përzihen pacientët të cilët kanë sëmundje kronike, dhe të cilët kanë nevojë për të marrë terapi të rregull. Andaj në ato raste pacientët duhet konsultohen me mjekët e tyre për të pasur se a ekziston mundësia që ato të agjerojnë ose jo. Ndërsa pacientët të cilët kanë shprehur dëshirë të gëzojnë shëndet të plotë, beneficionet janë të mëdha. Andaj, me çdo respekt mund të rekomandojmë që të njëjtat të praktikohen. Një nga pyetjet më të shpeshta gjatë muajit të Ramazanit lidhet me mënyrën se si reagon organizmi gjatë orëve të gjata pa ushqim dhe pa pije. Çfarë ndodh realisht me metabolizmin gjatë kësaj periudhe, sqaron Kamberi. Duhet pasur parasysh se organizmi jonë bën disa lirime hormonale, posaçërisht gjatë periudhës kur neve agjerojmë dhe nuk vendosim ujë të mjaftueshëm në trupin ton, lirohen disa hormone të cilat na mundësojnë që neve të njëjtën ta menaxhojmë mirë. Ata janë hormonet kundër humbjes së lëngjeve në njërin anë, dhe ndërsa në anën tjetër metabolizmi ynë, gjithsesi hepari ynë bën djegjen e yndyrrave në trupin ton, për të cilave ai mundohet të shfrytëzon si burime ushqimore, dhe me këtë mënyrë neve arrim ndoshta dobësimin, humbjen e kilogram, të cilët shumica e pacientëve edhe kërkojnë ndoshta si tretman estetik, por normal se do të digjen edhe toksinet e ndryshme dhe në atë mënyrë neve arrim një beneficion shumë të madh metabolik. Nuk duhet të harruar se zakonisht ky intermediate fasting në një farë mënyre pamundëson ushqyerjen e qelizave, hajde ta quaj ndoshta që nuk kontrollohen mirë, që në fakt sjellin kanë qeliza maligne. Andaj të njëjtat janë në një farë mënyre është metodë vrasëse e atyre qelizave ndoshta jo të mira në organizmin tonë. Po, a është agjerimi i dobishëm për shëndetin nëse bëhet në mënyrë të kontrolluar? Patjetër që po, është një prej faktorëve, gjithsesi një prej benefiteve të cilat i kemi, është një detoksikim i mirë i organizmit, gjithsesi largimi i materieve ndoshta shumë të dëmshme të cilat i kemi konzumuar një periudhë më të gjatë, dhe në anën tjetër rritje e sistemit imunitar dhe mbytja e qelizave të cilat ndoshta kërkojnë më shpesh sheqerin dhe energji. Ato janë qelizat maligne të cilat shumë shpesh dinë të paraqiten në organizmin tonë. Po ashtu, mjekët rekomandojnë kujdes të veçantë në ushqyerje. Syfyri duhet të përmbajë ushqime të pasura me fibra dhe proteina për të siguruar energji më të qëndrueshme gjatë ditës. Ushqimet duhet të jenë pak më specifike gjatë kohës agjerimit. Në përgjithësi duhet kemi mjaftueshëm të vendosim karbohidrate, të cilat do të na sigurojnë, do të na akumulojnë një energji gjatë ditës, gjatë periudhës në të cilën neve duhet të agjerojmë. Andaj, hurmet, për shembull, të cilat janë një prej produkteve të cilat na sjellin me goxha karbohidrate, të cilat dinë të na sjellin më shumë energji, janë të rekomanduara të konsumohen,
po ashtu duhet vetëm të kemi kujdes që mos të konsumohen ushqime të cilat ndoshta digjen shumë shpejt në organizmin ton dhe pastaj ndoshta na sjellin etje dhe undësi gjatë ditës të cilën duhet ta agjërojmë. Mjekët rikujtojnë se agjerimi është një akt i rëndësishëm fetar, por shëndeti duhet të mbetet prioritet. Konsultimi me mjekun familjar dhe kontrollet parandaluese janë hapa të domosdoshëm për një Ramazan të sigurt dhe pa komplikime shëndetësore.